Belinda Balluku, ngritja, pushteti dhe burgu. Në politikën shqiptare, pak emra janë gjitur me aq shpejtësi sa Belinda Balluku, një grua që filloi karrierën në hije e përfundoi në majën e pushtetit. Për disa, është shembull i ambiciones dhe punës, për të tjerë, simboli mënyrës se si politika shqiptare e kthen lojalitetin në pushtet. Por rruga që të çon në maj është e njëjta që të çon drejt hetimit. Dhe sot, pyetja që po bëhet gjithnjë e më e fortë është: a do të përfundojë Belinda Balluku në burg, apo është thjesht radha e radhës në një cikël politik ku emrat ndryshojnë, por mekanizmi mbetet i njëjtë? Balluku drejtoi për disa vite drejtorinë e komunikimit publik në Bashki, pastaj Alb Control, një nga institucionet më të rëndësishme në menaxhimin e hapësirës ajrore shqiptare. Ishte aty ku ajo u njoh me logjikën e kontratave publike, tendereve, projekteve të mëdha dhe mekanizmave të infrastrukturës kombëtare. Në vitin 2019, Edi Rama e emëroi ministre të infrastrukturës dhe energjisë, një nga postet më të fuqishme në qeveri. Në këtë post, Belinda Balluku kishte në dorë gjithçka që lidhet me rrugët, energjinë, transportin, hidrocentralet, aeroportet dhe investimet strategjike. Një ministri që kontrollon miliarda euro projekte publike. Dhe si çdo ministri e tillë, ishte edhe vatër për plasjeje interesash. Ajo drejtoi ndërtimin e segmenteve të mëdha rrugore, programet e energjisë dhe investimet e huaja në sektorin e naftës dhe hidrokarbureve. Por paralelisht, emri i saj filloi të shfaqej gjithnjë e më shpesh në raportime mediatike që lidhen me procedura tenderimi, shpenzime publike, kompani ndërtimi dhe kontrata të dyshimta. Në vitin 2021, pas grevës së kontrollorëve ajror në Rinas, u përfolën për herë të parë edhe probleme të brendshme në Alb Control, një institucion që dikur e kishte drejtuar vetë. Në atë kohë, disa media dhe opozita ngritën dyshime për mënyrën se si ishin menaxhuar fondet dhe kontratat në këtë institucion gjatë viteve të saj në krye. Hetimet nisën nga gal, por kurrë nuk u mbyllën plotësisht. Në vitin 2024, emri i saj u përmend sërish këtë herë për kontratat e koncesioneve energjetike, ku disa kompani kishin fituar tender publik në kushte që hetuesit i cilësuan si të paracaktuara. Prokuroria e posaçme, SPAK, kërkoi dokumente për disa prej tyre, dhe hetimet vazhdojnë edhe sot. Belinda Balluku është parë gjithmonë si një nga njerëzit më besnik të Edi Ramës. Në shumë raste, ajo ka qenë fytyra që del përballë kritikave kur vetë kryeministri hesht. Për këtë arsye, ajo shihet si njeri me ndikim të fortë në kabinet, ndoshta më shumë se sa tregon në publik. Në mungesë të zëvendës kryeministrit të përhershëm, Balluku shpesh është konsideruar numri 2 i qeverisë. Por historia politike shqiptare ka treguar shpesh se sa më lart të jesh, aq më e thellë është rënja. Në dekadën e fundit, pothuaj çdo figurë fort pranë pushtetit është përballur më herët a më vonë me hetime, akuza ose distancim politik. Dhe shumë analistë thonë se as Belinda Balluku nuk është përjashtim nga ky rregull. A do të përfundojë në burg? Kjo është pyetja që sot qarkullon në çdo debat politik. SPAK ka nisur hetime për disa çështje që prekin ministrinë e saj, përfshirë kontrata të lidhura me ndërtimin e rrugëve dhe menaxhimin e fondeve energjetike. Në Shqipëri, hetimi nuk është domosdoshmërisht fundi i karrierës, shpesh është fillimi i një faze të re politike. Disa ministrat e akuzuar janë rrëzuar me një herë, të tjerë, përkundrazi, janë forcuar më shumë pas hetimeve. Çështja Balluku mbetet në këtë zonë gri, ku askush nuk mund të thotë me siguri nëse drejtësia do të ndëshkojë apo nëse politika do të mbrojë. Një figurë mes pushtetit dhe përgjegjësisë, Belinda Balluku është sot një nga gratë më të fuqishme në politikën shqiptare moderne, e rrethuar nga luks, ndikim dhe pushtet, por edhe nga akuza, dyshime dhe zëra që presin momentin e gabuar. Ajo është shembull i mënyrës se si funksionon pushteti në Shqipëri. Ngjitja vjen përmes besimit, por mbijetesa varet nga balanca mes lojalitetit dhe transparencës. Nëse hetimet thellohen dhe provojnë shkelje ligjore, rruga drejt burgut nuk është e pamundur. Por, nëse, si shumë të tjerë përpara saj, mbetet pa prova të forta, ajo mund të vazhdojë të jetë pjesë e skenës për vite të tjera. Në Shqipëri, drejtësia dhe politika ecin krah për krah, por kurrë në të njëjtën shpejtësi. Në fund, historia e Belindas Ballukut është më shumë se historia e një ministre. Është portreti i një sistemi ku çdo ngritje ka çmimin e vet dhe çdo sukses fsheh një rrezik që pret në hije. Sot, ajo vazhdon të jetë në detyrë, por hija e hetimeve po afrohet gjithnjë e më shumë. Në politikën shqiptare, askush nuk është i përhershëm, as pushteti, as ndëshkimi, dhe ndoshta përgjigjja në pyetjen a do të përfundojë Belinda Balluku në burg nuk do të vinë nga drejtësia, por nga vetë mënyra se si funksionon pushteti në këtë vend. A do futet ajo në burg?